afërmitet me lëvizjen vetëvendosje? Duhet kemi parasysh diçka. Pavarësisht ndryshimit të drejtuesve në krye të këtyre partive, pra po flasim në rastin konkret, po flasim në konkret për rastin e PDK-s. Duhet kemi parasysh që PDK-ja, që është një nga partitë më të rëndësishme në Kosovë, partia e themeluar përgjithsisht nga ish drejtuesit e luftës, është një parti ku vendimet kryesore për hir të vërtetës merren në Hag. Pra pavarësisht se kush është drejtuesi në Prishtinë, përgjithsisht vendimet kryesore merren në Hag nga zoti Thaçi dhe nga zoti Kadri Veseli. Ndërkohë për të ardhur tek LDK-ja për hir të vërtetës në zgjedhjet e fundit lokale arriti një rezultat shumë të mirë për shkak se arriti që të mbronte komunën e Prishtinës, që është edhe njësia vendore më e madhe në Kosovë dhe kuptohet edhe më rëndësishme financiarisht. Risi këtë herë në lidhjen demokratike të Kosovës është një listë, ne do kemi edhe djalin e të ndjerit presidentit Ibrahim Rugova, Rugovën, i cili është kandidat në radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, që kanë përshtypjen ka një popularitet të madh edhe për shkak të figurës dhe kontributit që jati ka pasur për gjatë karrierës tij politike në Kosovë, duke nisur nga vitet 90 dhe deri sa ka ndruar jetë. Të thash, listat e kandidatëve për deputet në partitë politike të Kosovës janë shumë interesante. Flasin përgjithsisht për profile akademike, flasin përgjithsisht për profile të cilat vinë edhe nga jashtë, pra kemi konkretizim të votës së diasporës dhe përfaqësimit të diasporës, pra. Ne nuk kemi njerëz anonim në ato lista, nuk ekziston atje fenomeni këtu i 30.000 votave, sikurse mund të kemi në Durrës apo në Elbasan. Janë fenomene që nuk ekzistojnë. Nëse ne shohim personat me nga 30.000 vota apo me nga 100.000 vota që mund t'i kemi në listat e deputetëve të Kosovës, kanë një profil të certifikuar publik dhe profesional. Pra janë njerëz me kontribute të qëndësishme që mund vinë nga bota akademike, nga sporti, nga arti, nga muzika, edhe nga kultura. Dhe kjo e bën edhe të garën më interesante në Kosovë. Pra nuk konceptohet atje importimi i figurave të reja dhe importimi i figurave anonime dhe katapultimi i tyre me votë në nivelet më të larta. Jo, atje vota është meritokraci, pra kandidatët që kanë një profil të konsoliduar publik, përgjithsisht e ruajnë votën e tyre. Dhe prandaj atje po thotë që nuk funksionon. Edhe prandaj atje gara, prandaj atje gara është e ngushtë edhe sot ne nuk e dim. Pra nëse ne kemi zgjedhje në Shqipëri, po themi pjesa më e madhe e opinionit publik edhe e mediave duket sikur e paracaktojnë fituesin. Atje ndodhe kundërta. Kuptohet edhe atje kanë ndarje mediatike të theksuar, pasi kryeministri Kurti do të kemi parasysh që ka pasur një qëndrim të ashpër në raport me mediat, kuptohet edhe me kundërshtarët politik në zgjedhjet e shkurtit, po ne duhet kemi parasysh që këto zgjedhje kanë ndryshuar totalisht qasje. Pra nuk i kemi parë ato shpërthimet e Albin Kurtit, krejt të tana LVV-ja. Jo, ka pasur një qëndrim krejt korrekt dhe një fushat krejt korrekte për hir të vërtetës dhe gjatë gjithë kohës ka bërë dhe thirrje për dialog në raport edhe me kundërshtare që mbi gjitha të vendoset në lojë interesi për Kosovën. Edgar, të falenderoj që ishe me mua. Faleminderit. Mirë,